Tenton batën tuna. Humbje nuk e kanë shijuar që 9-0. Kampioni në fuqi i Kosovës Trepça është duke kaluar në formë të mirë në elitën e basketbollit vendore me 9 fitore rresht. Megjithëse në gjirën 18 do të përballen me një kundërshtare që gjithashtu ka hyrë me një seri pozitive prej 5 fitoresh radhazi. Bëhet fjalë për skuadrën nga Suareka Golden Eagle Yllin. Këto dy ekipe u përballen në çerek finalet e kupës, që përfundoi me kalimin e zëhetarëve në gjysmëfinale. Mitrovicasit kanë 14 fitore e 3 humbje, kurse Therandasit deri më tani kanë grumbulluar 8 fitore e 9 disfata. Ndeshja do të zhvillohet në sallën minatori, me fillim nga ora 19:30, edhe e cila do të jetë përmbyllëse për xhirën e 18. Në po të njëjtën ditë do të ballafaqohen edhe Vllaznimi dhe Bora, veçse termini do të jetë ndryshe nga ora 17, ku qezinjët nga Gjakova kanë grumbulluar 5 fitore 12 humbje, e në anën tjetër Prishtinasit janë në formë të lartë me 9 fitore 8 humbje. Ndërkohë java 18 do të hapet me derbin ndërmjet skuadrave me traditë, e që gjithashtu do të ndeshen në gjysmëfinalet e kupës, Bashkimi dhe Sigal Prishtina. Prizrenasit janë në vendin e dytë me 11 fitore e 6 disfata, kurse Prishtinasit kanë 8 fitore e 9 humbje, duke bërë që të pritet një sfidë e jashtëzakonshme. Kjo sfidë do të zhvillohet të shtunën në Prizren duke filluar nga ora 17. Takim shumë i rëndësishëm do të zhvillohet ndërmjet Go+P-s dhe Ravece 029. Ndeshja do të zhvillohet në Karagaz teksa do të luhet nga ora 19:30 të shtunën. Të gjitha këto sfida do të transmetohen ekskluzivisht në platformën Art Motion. Me një sistem të bukur brapa shtëpi.